Rozit besoj i është bërë shumë qefi, apo jo, duha të di pak ndoshta mbi përshtypjet e saj edhe emocionet e saj kur e ka parë, le themi, veten ose punën e saj si inspirim për një piktor. Sigurisht ajo ka sa kumujt me vret, se nuk kemi taku vetëm përmes internetit me Rozin edhe me prindërit e saj dhe janë shumë të lumtur, shumë të kënaqur se do të marrin pjesë në Paris në ekspozitë kur do të mbahet, do të jetë familja e tyre komplet. Edhe mu do të mbahet shumë qefi që ta ndajmë këtë ngjarje së bashku. Është emocion shumë i mirë për mua personalisht, po besoj edhe për Rozin e për familjen e Rozit. Shumë këndshëm, domethënë do i kemi të pranishëm atje. Rozi besoj në këtë rast është një bletare e re, apo jo mund ta quajmë kështu. Po është dikun në 12 vjeç, sa më i me ditë, 12 vjeç në shumë e re, mirë po zemrën e ka plot mjalt, edhe fat si kemi kësi rini, kësi vajzat të reja, që janë plot dashuri për natyrën, sepse pa bletën edhe nuk mund të jetojmë. Kjo mendoj që natyra është gjithçka për ne, është shëndeti jonë edhe do të kemi sa më shumë rozi, sa më shumë bleta që të jemi me shëndet më të mirë.